Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Po filloj me leximin e letrave tarot për 12 shenjat e horoskopit për ditën e ënjte, datë 25 qershor 2026. Ju faleminderit. Dashi, letra juaj dash, 7 shpatat. Guximi dhe vendosmëria jote të kanë çuar lart në jetë, por kjo letër tarot për këtë të ënjte tregon se mund të jesh duke shmangur një çështje që kërkon vëmendjen tënde. Sa më gjatë ashtu ysh, aq më shumë do të ndihesh i bllokuar. Letra juaj 7 shpatat flet për të vërteta, që nuk janë ende plotësisht të qarta dhe për detaje që mund të kenë shpëtuar. Me hënën në akrep, intuita jote është e fortë, ndaj kushtoj vëmendja asaj që ndjen dhe asaj që ndodh rreth teje. Këtë të ënjte është e rëndësishme të jesh i sinqert me veten dhe të tjerët. Sekretet, keqkuptimet ose informacionet e fshehura mund të dalin në sipërfaqe. Sa më transparent të jesh, aq më lehtë do të gjesh zgjidhjen që kërkon. Besoj të vërtetës dhe përballu me atë që duhet zgjidhur. Demi, letra juaj dem, drejtësia. Kjo letër sjell energji pozitive për ekuilibër, ndershmëri dhe rezultate të merituara. Në kohët e fundit ke ndjesë se po jep më shumë se sa po merr. Kjo e ënjte është një ditë e mirë për të rivendosur balancën. Kjo letër tregon se gjërat mund të kthehen në favorin tënde, veçanërisht në marrëdhënie, çështje ligjore ose negociata të rëndësishme. Mos ke frikë të kërkosh atë që meriton. Zëri yt ka peshë dhe kërkesat e tua kanë më shumë gjasa të dëgjohen. Këtë të ënjte dem, sinqeriteti dhe drejtësia janë alat të tu më të fortë. Nëse ndjen se peshorja ka anuar më shumë në një drejtim, tani është momenti i dur për të folur dhe për të kërkuar një trajtim më të drejtë. Universi favorizon ata që veprojnë me integritet. Ju faleminderit. Binjakët, letra juaj binjak, hierofanti. Letra e hierofantit lidhet me trazirat binjak, zakonet, rutinat dhe institucionet që ndikojnë në jetën tonë. Këtë të ënjte mund të ndihesh i pakënaqur në mënyrën se si po zhvillohen disa situata dhe të dëshirosh që ndryshimi të vijë menjëherë. Megjithatë, mesazhi i kësaj letre është durimi. Disa procese kërkojnë kohë dhe përpjekje të vazhdueshme për të sjellë rezultate të dëshiruara. Në vend që të zgënjesh nga ritmi i ngadalt i ngjarjeve, përqendrohu te hapat e vogla që mund të bësh këtë ditë. Hierofanti të kujton se njohuria, përvoja dhe disiplina janë çelësat e suksesit afatgjatë. Besoj procesit dhe vazhdo të punosh për ndryshimin që dëshiron. Edhe nëse përparimi duket i vogël tani, ai po të çon drejt një rezultati më të qëndrueshëm në të ardhmen. Gaforia, letra juaj gafore, i varuri përmbysur. Letra jote e sotme tregon se jeni gati të ecin përpara gafore. Pas një periudhe pritjeje, reflektimi ose pasigurie, më në fund po ndihen se është koha të marrësh një vendim që është i duhuri për ty. Megjithatë, ky hap mund të mos jetë i lehtë. Mund të përfshijë largimin nga një marrëdhënie, ndryshimin në një situatë të njohur ose ndjesinë se po zgënjen dikë. Por mos haro, nuk je përgjegjës për të jetuar sipas pritshmërive të tjerëve. Hëna në akrep zgjon emocione të thella dhe ëndra romantike në të ardhmen tënde, duke të bërë të luhatesh mes asaj që dëshiron dhe asaj që është realitet. Kjo mund ta bëjë ditën emocionalisht të ngarkuar, po intuita jote është udhërrëfyesi yt më i mirë. Dëgjoj zemrën tënde, besoj instinkteve të tua dhe mos ki frikë të zgjedhësh rrugën që të sjellë paqe dhe lumturi afatgjatë. Universi po të shtyn drejt një kapitulli të ri. Luani, letra juaj luan, bota e përmbysur. Letra e tarotit botë e përmbysur tregon se mund të përballesh me disa vonesa ose pengesa në arritjen e një qëllimi të rëndësishëm. Edhe pse ke punuar fort, rezultatet që pret mund të mos vijnë aq shpejt sa të dëshiroje. Të ënjte mund të ndihesh i dekurajuar kur shet të tjerë duke përparuar dhe mendosh se je mbetur pas. Por mos harro, çdo njeri ka ritmin e tij dhe krahasimi me të tjerët real tregon të gjithë të vërtetën. Kjo letër luan, bota e përmbysur, ju kujton se suksesi yt nuk është anulluar, vetëm është vonuar pak. Durimi dhe këmbgulja do të shpërblehen. Shumë shpejt, energjitë do të ndryshojnë në favorin tënd dhe gjërat që tani duken të bllokuara do të fillojnë të lëvizin me shpejtësi. Vazhdo të besosh te vetja dhe te rruga jote. Bekimet që po presin të vinë mund të jenë më të mëdha se sa imagjinon. Virgjëresha,
Letra juaj e tarotit vingjeresh, 8 shpatat e përmbysura. Kjo letër tarot sjell një lajm të mirë vingjeresh, një situatë e vështirë ose kufizuese, po shkon drejt fundit. 8 shpatat e përmbysura simbolizon çlirimin nga frikrat, presionet dhe marrëdhëniet që të kanë mbajtur të bllokuar për një kohë të gjatë. Me hënën e akrep, kjo energji mund të lidhet me familjen ose me një çështje emocionale që ka rënduar zemrën tënde. Ndoshta ke pritur gjatë që tensionet të zbuten ose një problem të marrë fund. Këtë thënjtë mund të kuptosh se më në fund je i lirë nga një dinamik toksike. Forca jote ka qenë durimi, mençuria dhe aftësia për të menduar përpara. Nuk u dorëzove dhe tani po sheh rezultatet e përpjekjeve të tua. Lëre të kaluarën pas me qetësi. Ajo që të ka penguar nuk ka më pushtet mbi ty, është koha të ecësh përpara me më shumë besim, liri dhe paqe shpirtërore. Peshorja, letra juaj peshore 6 shpatat. Letra jote tarot 6 shpatat për ditën e njëjtë është një kartë e fuqishme që simbolizon largimin dhe vështirësitë dhe ecjen drejt një periudhe më të qetë dhe më të shëndetshme. Kjo letër të kujton se sa lehtë mund të biesh në modele negative dhe sa shumë forcë kërkohet për të çliruar prej tyre. Megjithatë sot je në një pikë kthese, ke gjetur guximin për të larguar nga një person ose situatë që nuk të bënte të ndihesh e mirë. Mund të ketë qenë një vendim i vështirë, por thellë brenda vetes e di se ishte i nevojshëm. Këtë të njëjtë ndihesh më i sigurt për zgjedhjen tënde. Nuk ka më justifikime, nuk ka më shanse të pafundme. Ke vendosur të mbrosh qetësinë dhe mirëqenien tënde. Përgëzoje veten për forcën që ke treguar, një derë është mbyllur, por kjo po krijon hapësirë që mundësi dhe energji më të mira të hyjnë në jetën tënde. Akrepi, letra juaj akrep, vdekja. Mos u tremb akrep, nga emri i kësaj letre. Në tarot, vdekja nuk simbolizon fundin fizik, por transformimin, rilindjen dhe fillimin e një kapitulli të ri. Si shenja më e lidhur me ndryshimin dhe rigjenerimin, kjo energji përshtatet në mënyrë të përkryer me ty. Dhe të njëjtë do ta shohësh veten me një perspektivë të re, gjërat që dikur të mbanin lidhur me të kaluarën po humbasin fuqinë e tyre dhe ti je gati të ecësh përpara pa pengesa. Kjo ende është një ditë për të lënë pas zakonet, mendimet ose situatat që nuk të shërbejnë më. Nuk ke frikë nga puna e vështirë që kërkon përmirësimi personal, përkundrazi, je i gatshëm të investosh energji dhe përkushtim për të ndërtuar versionin më të mirë të vetes. Besoj procesit të transformimit, çdo fund po hap rrugën për një fillim më të fortë, më të mençur dhe më të ndritshëm. E ardhmja po të thërret dhe ti je gati të përgjigjesh. Shigjetari. Letra juaj e tarotit shigjetar, 9 pentakullat e përmbysura. Shigjetar, fati shpesh ka qenë në anën tënde, e je nga ata njerëz që guxojnë të marrin rreziqe aty ku të tjerët hezitojnë, dhe në shumë raste ke dalë fitimtar. Por letra jote e tarot për këtë të njëjtë të kujton se edhe fati ka kufinjtë e tij. 9 pentakullat e përmbysura të paralajmërojnë të mos mbështetesh vetëm te fati ose te bindja se gjithçka do të rregullohet vetvetiu. Këtë të njëjtë të kërkohet më shumë kujdes, planifikim dhe vëmendje ndaj detajeve. Nëse po mendon të marrësh një vendim financiar, profesional ose personal, mos vepro me nxitim, një hap i matur tani mund të kursejë shumë probleme më vonë. Parandalimi është më i lehtë se sa zgjidhja e gabimeve që mund të shmanget. Besoj i vetes, por mos e sfido fatin pa nevojë. Kujdesi dhe mençuria që tregon këtë ditë do të jenë çelësi i suksesit për të ardhmen. Bricjapi, letra juaj bricjap, krye priftëresha. Bricjap, edhe pse njihesh për natyrën tënde praktike dhe logjike, intuita jote është shumë më e fortë se sa mendon. Letra jote tarot për këtë njëjtë krye priftëresha, të fton të kushtosh vëmendje zërit të brendshëm edhe mesazheve që të vijnë nga nënvetdia. Kjo letër lidhet me mençurinë e fshehur, intuitën dhe njohuritë që nuk fitojnë përmes fakteve, por përmes ndjesive. Nëse të njëjtë e gjen veten duke ëndërruar me sy hapur, duke pasur një ndjesi të fortë ose një moment déjà vu, mos e injoro. Mund të ndodhë që intuita jote po të paralajmëron për diçka që e ke ndjerë më parë ose që ke parashikuar në një mënyrë të pavetëdijshme. Përgjigjet që kërkon mund të mos të vijnë nga të tjerët, por nga vetja. Besoj instinkteve të tua dhe mos nxito të marrësh vendime vetëm bazuar në logjik. Sot, zemra dhe intuita mund të tregojnë rrugën e dur për nesër. Ujori, letra juaj tarot ujor, 2 shpatat e përmbysura.
Ujor, kjo letër tregon një situatë ku e vërtet apo del në sipërfaqe dhe nëse nuk është e lehtë për të përballuar. Dy shpatat e përmbysura lidhen me shmangjen e vendimeve, heshtjen dhe refuzimin për të parë një realitet të caktuar. Këtë thënjtë mund të vështresë dikush pranë teje nuk është gati për një bisedë të hapur ose po shmang një temë të rëndësishme. Kjo mund të të bëjë të ndihesh i frustruar, sidomos nëse ti preferon qatësi dhe komunikim të drejtë për drejtë. Po mesazhi kryesor i kësaj letre është: mos e detyro situatën. Jo çdo gjë mund të zgjidhet menjëherë dhe ndonjëherë koha është ajo që sjell qatësinë më të mirë. Durimi yt do të jetë më i fuqishëm se çdo përpjekje për ta shtyr një bisedë përpara. Lëre hapësirën të bëj punën e vet. Dhe mbërritëm tek peshqit. Letra juaj e tarotit peshq, 4 shpatat e përmbysura. Peshq, kjo letër tregon se është koha të dalësh nga izolimi dhe të rikthehesh më shumë në jetën sociale. Pas një periudhe qetësie, reflektimi ose distancimi, këtë të njëjtë energjia të shtyn të rifillosh kontaktin me njerëzit për herë. 4 shpatat e përmbysura lidhen me rikthimin në ritmin e jetës dhe daljen nga lodhja mendore apo emocionale. Mund të jetë një ditë e mirë për të takuar miq, për të kaluar kohë me familjen ose thjesht për të lidhur sërish me botën jashtë vetes. Megjithatë, ki kujdes të mos e tepërosh. Nëse e mësuar të bësh gjithçka vetëm, mund të ndihesh pak lodhje në fillim. Është e rëndësishme të gjesh ekuilibrin mes pushimit dhe angazhimit me të tjerët. Këtë të njëjtë, një hap i vogël drejt rikthimit në energjitë më të gjallë është më e balancuar. Shijoje lidhjen me të tjerët pa e humbur qetësinë tënde të brendshme. Këto ishin parashikimet e letrave tarot për 12 shenjat e horoskopit për ditën e njëjtë 25 qershor 2026. Ju falenderoj që na ndiqni dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.